Mirdita vëllezër dhe motra shqiptare, kudo ku jeni, dajo ju uron, ditë mbar, ditë qetë, nga vash po na vjen dimri, por ne si emigrantë, të cilët ndodhemi prej shumë vitesh në Gjermani, jemi të detyruar, si person publik që jemi të detyruar t'ju sqarojmë çfarë bëhet, si janë rregullat, si janë kërkesat, si janë ligjet në Gjermani. Dhe pikërisht një këshill, një kërkesë, një mendim, një ndim nga ju. Ju lutem shumë, ju shteti Gjerman, që na keni hapur dyert, që na ndihmoni për gjithçka që ndodhet në Gjermani. Ju lutem, mundohuni që të veproni pak më shpejt për ndërimin e lejeve. Për shembull, një person punon në baushtell, në momenti kur merr kontratën e punës 1 dhe atë 5 fleçin 2 nga pronari, të bëj aplikimin direkte dhe për 24 orë të marri ndërimin e lejes, do me thënë, nga baushtella që ndodhet, ai ka qef të shkoj shofer poste, mos të vonohet nga 4, e nga 10, e nga 20 javë. Se është problem, jo sigurimi kush ta paguaj, jo qiran kush ta paguaj, jo halle, jo problem. Dakord jam, është dhe varianti dytë, që s'është nevoja fare të marrësh largimin nga puna e parë, por merr kontratën, merr 5 fleçin, i fut brenda dhe je në pritje. Në momenti kur të vjen leja e re me punën e re, atëre i jep largimin punëdhënësit që ndodhen dhe mirupafshim kalofsh mirë. Por, një kërkesë e thjesht. Pam, bëra kërkesën. Dua t'i iki nga punëdhënësi X te punëdhënësi Y. Bëhet fjala për të gjithë shqiptarët që janë me dokumenta të rregullta, me ofentar në rregull dhe taks pagues të shteti Gjerman. E dyta, ju lutem shumë, këto terminet për patentat, mundoni t'i bëni më të shpejta. Pam, terminet për ameldung, shikoj vonohen, pam. Terminet për ofentalet, për shenjën e gishtave, pam. Të eci pak më shpejt pikërisht pëlqimet paraprake. Të eci pëlqimet paraprake pak më shpejt, kanë njerëzit nga 6 deri në 8 muaj që kanë aplikuar dhe akoma nuk kanë dalë. Se nuk arrit të kuptoj dot, në çdo cep të Gjermanisë kërkohen punëtor dhe nga ana tjetër akoma presin rallën. Ju lutem shumë, brenda rregullave, brenda normave, brenda shtetit Gjerman, gjithçka në mënyrë të rregullt, mundoni t'i përpjeshtoni pak të shpejta. Mundoni të vini njerëzit e dur në përzyrat. Mendimi im personal. Unë ju përshëndes, falenderoj shumë shtetit Gjerman për përkrajen, për gjithçka që ndodhet. Sot bëm këtë video, nesër do bëjmë një video tjetër. Do kapim një stil tjetër, kujdes me siguracionet e makinës, kujdes me siguracionet e jetës, pastaj do kapim me këta që duan kredi në bank, këta që kanë probleme, kujdes kur të firmosni, kujdes kur të mini shtëpi me qira, e shumë dallavere të tjera që bëhen në Gjermani. Her pas here ne do ju a hedhim në YouTube, prandaj subscribe ju që dëgjoni, e të keq ndajva. Kalofshi sa më mirë. Bye.